Radio Fieri, stazione juaj radiofonik. La tua stazione radio. Çdo ditë, Ogni giorno. muzika juaj e preferuar. La tua musica. La tua musica. Radio Fieri, thjesht La migliore. më e mira. 107.2 MHz. Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Fierit, jemi në frekuencën 107.2 MHz në FM Stereo. Unë do të jem në këtë moment në studio në këtë transmetim me një këngëtar i cili jetën e tij si artistike por dhe jetën personale ka të përqendruar midis Prishtinës dhe qytetit bregdetar të Vlorës. Emri i tij i artit është No Way. Përshëndetje. Përshëndetje Redi, si po kalon? Ne shumë mirë dhe është kënaqësi të kemi në studio. Si po ndihesh në studion e Radio Fierit? Shumë këndshëm, shumë bukur. Atëre, No Way, ju keni filluar karrierën tuaj herët në një moshë shumë të vogël. Saktësisht në çfarë moshe? Rreth moshës 13 vjeç, atëherë kemi qenë akoma në klasën e 7 dhe jemi mbledh me çunat dhe kemi krijuar grupin ton BTR. Do me thënë Born to Rap, të lindur për rap. Muzika që ju bëni është muzika rap dhe hip hop. Pse ke zgjedhur këtë muzikë? Kjo është muzika tamam ku çunat e vërtet e gjejnë veten aty, që flasin për gjërat që ata i bëjnë për ditë, për gjërat që ndodhin për ditë në rrugë. Kjo është arsyeja pse ne vendosëm të bëjmë hip hop. Do thosh që çdo gjë që bëni në jetën tuaj e tregoni në muzikë? Pak a shumë po kjo. Rreth 70% e jetës tonë flitet në tekst. Okej, 30% që nuk e mësojmë. Cila është kënga e parë që ke realizuar? Të them të drejtën nuk e mbaj mend cila është kënga e parë, por mbaj mend që ka qenë me një pjesëtar të grupit tim Franco, i cili është si vlla im, por titullin të them të drejtën nuk ja mbaj mend. Tekstet e këngëve kush të i realizon? Tekstet dhe muzikën e realizojmë vetë në studion ton Blow Record. Okej, unë mendoj të ndalem këto momente tek kënga e parë e këngëtarit No Way, është Out Control, ne dëgjojmë së bashku këtu në Radio Fieri në 107.2 MHz. Jo, shumë ftyra gjelozia, kur unë e jo mbil Shuj motherfucker se ti infektoj me weed Edhe ti po mje, unë e boj hip hop, jo më shqipe deri dhe sigur dje Jo mi njejti edhe sot, unë e kom veç një ftyr e këtë ftyr se ndroj dot Edim se foli veç realitetin, no way coca weed, business weed veç për mbretin Ta infektoj muzikën, se usjen hiq repera Runa, o zot, ta koka në grupe dera Po doni dhe konkurencë Kur unë e jo gaz, as gjun besoj të më gjeshia Se këti po vete kom dorë Sa erdi me gangsta boshati se rrug m'lor Sa erdi me Porsa dhe Prishtina o shqetsi Po pys vetem se po as vet nuk e di Se kom dashni nga katran si në Kosovë e Shqipni Me respektu min rrug për mbretin kan dashni Nuk e di, a keni se mysje qoj kom t'nal Kur unë një mikrofon dzirë me këtë dush për balë Si jam out control e kërkush sun e mnal Vet qoj e bitin se e kanojnë dhe për freestyle Yo Go, se jom gangster, jom talent, unë e flas qka jetoj E kom jetën si kur film, po ta shofësh do t'meroj Ka shumë vrasje, shumë gjagjerje, brenda dhe shumë polici Jam ujd, i tër, jom rapi maur o Shqipni Se jom gangster, jom talent, unë e flas qka jetoj E kom jetën si kur film, po ta shofësh do t'meroj Ka shumë vrasje, shumë gjagjerje, brenda dhe shumë polici Jam ujd, i tër, jom rapi maur o Shqipni Jam ky shoku me shumë shok, dhe për të jam lordi fort Dhe përsa unë jap dhe jetën, se fal tyne sot kam jetën Dhe njerësir kur kam lecur, e kam pas zotin për mas Kush ka dash me bo me hile pas shpine zotit si kalët godas Për krejt armisht e mik tu ka vesh një rrug zidhje Nëse dun me mërzut të mdalin për bal e jo pas shpine Se folin si kurvat kan vesh lafe po vi me vebra Sa her jena mbim po msheften si kur lebra Jo, jena ujqrit e vjetër na për këtë punë Bëj muzikën ma të fort sot për sot Në rrugë kena stilet e tona jena për kategori tona Smerna me barbona kena teritore tona Rrete për qart me dosta që trup jam Ti keni për klikën teme BTR Po tremp dhe si emër Jem qesht ato të reshkronje që ta kam fak karjerën
Po trem dhe si emër, janë qesht ato tre shkronjë që ta kam fat karrierën. Po trem dhe si emër, janë qesht ato tre shkronjë që ta kam fat karrierën. Bitch. 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 BTR motherfucker. BTR motherfucker. BTR motherfucker. BTR motherfucker, fucker. Soulja Boy tell. Rikthehemi sërish në studio, unë jam me të ftuarin tim për sot, është këngëtari me emrin e artit No Way, ndërkaq dua të pyes për çfarë flisë kënga që sapo kemi dëgjuar, Out Control. Kënga më shumë flet për punjat që edhin disa, nëse mund t'i quaj armiq në thonjza, që edhin për mua në tekstet e tyre apo në faqet e tyre të Facebook. Thjesht doja t'ju thoja se No Way është i vërtet dhe është BTR deri në vdekje. Do të thuash që është një luftë midis reperave. Pak a shumë po, lufta nuk ka filluar nga mua, ka filluar nga ata, por gjithsesi në rrugën e vazhdojmë dhe s'ka asnjë pengesë. Si është e mundur që midis këngëtarëve të rapit të hip-hopit ka shumë rivalitet, këto në thonjza luftra? Kjo mund të ndodhë për shumë arsye, një ndër to është xhelozia, secili grup ka të veçantën e tij dhe nuk di si mund ta shpreh tjetër, thjesht xhelozia është kryesorja. Ndërkaq, ju zhvilloni këtë luftën midis këtyre këngëve që cilësojnë disë apo jo. Ndërkaq dua të di, konkretisht në përgjithësi tekstet e këngëve janë tekste dashurie apo tekstet e këngëve dashurie? Dashurie jo, sepse dashuria është shumë larg akoma, thjesht tekstet e këngëve janë për momentin realitet. Kjo është ajo që ne transmetojmë në këngë, realiteti që ndodh ditë për ditë. Për sa vjet është përbërë grupi juaj? Grupi im aktualisht ka 7 veta. Ndërto është edhe një vajzë Jacqueline që e përshëndes shumë dhe e falenderoj sepse është një talent shumë i mirë që jam e fat që e kam në grup dhe dita ditës mund të shtohen. Janë të shumtë ata që kërkojnë të hyjnë në grup me ne. Nga që keni dhe një studio regjistrimi, ku regjistroni për vete, por besoj edhe për këngëtarë tjerë apo? Po, janë dhe disa çuna të tjerë që jo vetëm që duan të bëjnë rap, por dhe disa të tjerë që regjistrojnë vokalisht. S'është e rëndësishme që u përmend emrat, thjesht studioja jonë quhet Blow Record dhe ndodhet në Vlorë. Ndërkohë do ndalemi tani në një tjetër këngë. Do ta prezantosh ti, ma thuaj ti titullin e këngës dhe më duket është në bashkëpunim. Kënga ime është me mikun tim më të veçantë MC Toni, i grupi Destinacion 24, kënga titullohet Stili ma perfekt. Okej, ne e dëgjojmë në këtë moment këtu në Radio Fieri në 107.2 MHz. Ma perfekt, ty t'bon melon ven Ti munesh me m'patek, e menon se jon vet E ki gabim, shoki me se kona m'lidhe turma I kom quna mbi quna që shkelli në për pluma I vesh një e qapo to me boj me zemër s'jena lepuj Jena rrit në territore ku mbi zotron veç mjergu S'jena mësu që dikush t'shkel në zonën tën Fagim pusi biti ja ty qkatron Beso qapo to si jom shembli ma i drej Jom quni rritu në rrug dhe më reali e ki vrej E kom grupin om top dhe i kuror që më simbolizon Betohem në mërbit tjerë kjo mardëmëria repit besom Kalova shumë faza donin me mnal shumë nira Dikush tash le dal se unë e venin e zura Jo s'kom dashni, ta e din mirë Jeta rrugës m'ka bo shumë qëtirë Nëse rapi jok nuk po evullon
Nëse ke probleme ilucinacion, nëse tingulli im ty të shkatëron, I kam pitja në kratë të surprizon. Nëse rapi jot nuk po evolon, nëse ke probleme ilucinacion, nëse tingulli im ty të shkatëron, I kam pitja në kratë të surprizon. Të surprizojnë, janë fakte që po flasin. Të surprizojnë, janë sfida që po hasin. I kam ghetto soldier, sa herë që do hasmi. Luet tingulli im, me specialist basi. Jam në blinda, dhe pra po reagoj. Jam në blinda, shqipes po më kuptojnë. Dhe nuk e di se sa do ma për t'para. Nuk ka imposibile as teritoret ndara. Po prap stik blindato, po delri prezent. Dhe pse daljen e par, ti e mban mend. Sa her përfajsohem me dignitet grupi. Sa her Shqipja shgati që ta fak pusin. Nëse rapi jot nuk po evolon, nëse ke probleme ilucinacion, nëse tingulli im ty të shkatëron, I kam pitja në kratë të surprizon. Nëse rapi jot nuk po evolon, nëse ke probleme ilucinacion, nëse tingulli im ty të shkatëron, I kam pitja në kratë të surprizon. I'm from my girls, you know. I'm a Norway, yeah man. Hey yo, I'm Sitani. What? Hey, like a fucking pussy, man. I'm so dangerous for rap, choose and legend never die. Soulja Boy, I'm in it. Atëherë jemi rikthyer sërish në studio mbas këngës së radhës së kënduar nga No Way, këtë herë në bashkëpunim me një tjetër këngëtar. Në fakt No Way, dua të pyes cili është personazhi I muzikës hip hop apo rap në Shqipëri që të pëlqen më shumë? Të themi të drejtën, si shumë I pëlqyer nga rinia, gjithandej personazhi im kryesor dhe inspirimi im është Noizi. Po për sa I përket muzikës suaj? Muzikës tuaj më shumë preferoj Lil Wayne, Ice Hood. Më fol pak edhe për planet e tua për të ardhmen. Së shpejti me MC Tonin do të promovojmë këngën tonë më të re, e cila quhet Weed. Kur të dali kënga do të vim të ju ta promovojmë në emisionin tuaj Mirëmëngjesin e Apollon dhe shpresojmë të dali sa më bukur. Planet të tjera shumë shpejt jemi përsëri te ju në spektakli që do të zhvillohet për modën dhe shpresoj që aty të na ndjekin të gjitha dhuruesit tanë. Unë të falenderoj shumë për prezencën në këtë intervistë, të uroj sukses. Faleminderit dhe juve, kënaqësia ishte ime. Miq të nderuar, ishte i ftorim për sot në drejt për së drejtin e Radio Fieri në 107.2 MHz, këngëtari nga qyteti I Vlorës dhe Prishtinës No Way në këtë intervistë. Qëndroni me ne, miru dëgjofshim.